Kalaja Rozava në Shkodër u kthyer një hapësirë arti dhe ndërgjegjësimi mjedisor përmes ekspozitës së dy artisteve, Kaltrina Hoti dhe Teuta Laxha. Përmes tablove artistike dhe materialeve të riciklueshme të transformuar në vepra arti, artistët përcojnë mesazhe të forta për ruajtjen e mjedisit, mbrojtjen e peizazhit natyror dhe rëndësinë e përfshirjes së komunitetit në nisë të tilla ndërgjegjësuese. Sot jemi duke prezantuar ciklin i quajtur Sipërfaqja nuk hesht. Është cikli i pas të Shkodrës që e quaj une, të thotë memoria, emigrimi, bejetesa e njeriut, pikërisht mbasi jam punuar në Shkodër, edhe janë thas të Shkodrës, janë ndjenjat e mia të përjetuara, çka kam dëgjuar, çka më ka interesuar, e sidomos unë shumë i adhuroj Kalat. Me të thënë drejtën, në Kala ku ka linë një pjesë i qytetërimit tonë, ishte gjë e bukur me bëj një ekspozitë. Pastaj duhet edhe diçka ndryshe prej herëve tjera. Çfarë sjell në këtë ekspozitë të? Në këtë ekspozitë me titullin Go Green dhe netet e kështjellave, unë personalisht vi me dy cikle, vi me ciklin e drurit, punimeve që janë dru, normalisht i druri është një prej mjeteve më natyrore, po ashtu edhe me piktura, cilat përmbajnë elementet të riciklimit edhe të natyrës. Go Green më dhanë ato mesazhe pozitive mbi mbrojtjen e mjedisit, mbi dashurimin e natyrës te kjo. Në këtë nisëm ndërkombëtare, fortesat, kështjellat, muzeet dhe sitet e tjera historike në mbar Europën hapin dyert për vizitohet përmes programe kulturore dhe edukative. Për herë të parë, Kalaja Shkodrës bëhet pjesë e një rrjeti aktivitetesh i njohur si Nights of Fortress, që këtë vit ka tematikën e mjedisit dhe të gjelbërsa, Goes Green. U bë pjesë e një rrjeti ku përfshin rreth 15 kështjella dhe site arkeologjike në të gjithë Ballkanin Perëndimor, nga Kroacia, Bosnia, Malizi. Kjo risi këtë vit me Kalajën e Shkodrës lindi si bashkëpunim bashkë me komunën e Ulqinit dhe zyrën e kooperimit dhe bashkëpunimit me projektet europiane të kësaj komune. Në ambientet historike të Kalas Rozava, arti dhe mesazhi ekologjik u ndërthuar në mënyrë simbolike duke tërhequr vëmendjen e vizitorëve dhe dashamirësit e kulturës.